Përshëndetje miq, jeni në kanalin Vision Shqip. Ju kërkojmë të na ndihni pra regjistrohuni në YouTube. Na ndihni dhe në socialet tjera siç është Facebook, Instagram, Twitter, Google Plus e shumë tjera. Unë që po ju flas jam Eduard Simoni. Në këtë video duhet t'ju tregoj se si të bashkojmë dy foto. Para se të vazhdojmë, sigla. Atëherë miq, për të bashkuar dy foto, ne nuk do përdorim një program në kompjuter, por një program online, pra tek një faqe online që quhet Pixlr. Unë do t'ju lë linkun në nënshkrim. Ju kujtoj që videot e mia nuk janë në qëllim me publiciteti, por thjesht informativ. Atëherë, shkojmë tek faqja pra. Hapni një imazh të ri nga kompjuteri juaj. Mund të përdorni edhe direkt URL, pra foton nga interneti. Së pari ne do të ngarkojmë pra sfondin. Fotoja e parë është sfondi. Tani duhet, për të ngarkuar foton e dytë, duhet të klikojmë tek livello. Unë kam lënë programin në gjuhën italiane sepse është më i thjeshtë për mua. Shpresoj edhe për shumë nga ju, jo të gjithë, normal. Atëherë, apri imagjin e come livello, pra do të hapim një imazh si niveli 2, pra sipër sfondit. Klikojmë. Përsëri hapim imazhin e tretë. Apri imagjin e come livello. Tani për të postuar fotot duhet të klikoni tek kjo shenja këtu, pra klikoni dhe keni mundësi të spostoni fotot. Siç e shohim, spostohet vetëm njëra foto. Për të spostuar tjetrën, pra gjithmonë duhet të klikojmë tek niveli i saj. Dhe siç e shohim, jemi afër procedurës, pra kemi bashkuar dy fotot. Tani në qoftë se ne na mjafton të bëjmë file salva, pra të ruajmë foton brenda kompjuterit. Ndërsa në qoftë se dëshironi të modifikoni akoma më tej, klikoni mbi foton, modifika, transformacioni di barra, pra e zmadhoni foton aq sa doni ju. E spostojmë. Klikojmë tek niveli 1, pra tek fotoja tjetër. Modifika, trasformazione di barra. E zmadhojmë aq sa duam ne. Tani për të eliminuar sfondin, klikojmë tek shkopi magjik. Pra siç e shohim është nënvizuar kjo pjesë. Tani për të eliminuar duhet të klikojmë me tastierën e kompjuterit dy butona njëkohësisht, pra CTRL plus X. Pra CTRL dhe X. Dhe siç e shohim, sfondi pra në anën e sipërme të fotos është eliminuar. Provojmë dhe me pjesën e fotos tjetër. Edhe kjo u eliminua. Ja pra, fotot janë bashkuar. Ju këshilloj të përdorni sfonde të përngjashme pra me foton, sepse do ta keni më thjesht. Për videot e mëtejshme ju këshillojmë të regjistroheni. Në qoftë se dëshironi të shikoni video më profesionale, pra siç është modifikimi i syve dhe ngjyrave të tjera, ju kërkojmë të na ndiqni në Vision Shqip. Ju faleminderit.